Ruda për trofeun lojtari i ndeshjes. Faleminderit. I kënaqur? Po, shumë. Dedikim për këtë Ja dedikoj vajzës time. Duhet po kam një formën gradualisht. Presidente për të parë vëllezërin. Po punoj çdo ditë që të arrij maksimumin tim. Sa ju ka penalizuar dëmtimi që keni kaluar para pak kohë? Dëmtim ka qenë një dëmtim i rënd dhe avash po e marr veten. Duket sikur të vjen nga soni një Mendezi. Grin tjetër? Është normal, grin ka çdo neshje, po unë mundohem të jap maksimumin tim. Rallë se ke kundër Tiranës, një ekip që zakonisht e shënon. Po, Tirana është viktima rallës. Ka ardhur Gruda në formën 100% ka përsëri. Ka përsëri. Si duket rivaliteti, duket si ka shumë konkurrencë dhe teknikë përpërtari që ka theksuar. Konkurrencë ka, po këtë e vendos trajneri. Asnjë dëshmon vendin e dytë. Synohet edhe vendi i parë ndoshta për të ardhur në final. Po, objektivat tona janë 2 vendet e para, tash deri në fund do japim maksimumin. Do të ketë golat e tjera Gruda në përshëndetësi? Patjetër. Tani sa kam filluar. Sukses. Faleminderit.